أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Falënderimit dhe hamdi takon Allahut Azza wa Jall, dërsa salat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokut të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan pasojë dhe do të pasojë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, sot do të flasim mbi raportin edhe sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wasalam me kategorinë e të moshumëve, kategorinë që Allah Azza wa Jall i ka përzgjedh edhe janë realisht zbukuria e xhamive tona që ne i kena ditë për ditë. Unë sot do të flas në disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe do ta kuptojmë se si ishte sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam me gjeneratën e moshume, edhe gjeneratën që ndoshta pak duhet më tepër kujdes, më të madh më ia dhan shkaku i disa arsyeve që kena i përmendën, do të thonë një pas një. Si fillim, kjo dash me tregu që është si caktimi i Allahut Azza wa Jall. Allah e ka caktuar që ti më kon një herë bebe, një herë më kon fëmijë, ose më kon pak më i rritur, ose më kon burr, ose më kon pak burr më i madh, e mos ani më plak, do të thonë me arrit moshën e, do të thonë pleqërisë, e mos ai me shkuta Allahu Azza wa Jall. Kjo është caktimi i Allahut Azza wa Jall që s'mundet me i kërkosh. Do të thonë kjo është që përshkruan Allah Azza wa Jall në Kur'an. Për shembull, Allah Azza wa Jall thotë në Kur'an: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fa quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba. Kjo Allah Azza wa Jall çka thotë? Thotë Allahu është ai i cili e krijoi për juve, do të thonë, në gjendje të dopt. Kur i kanë fëmijët i dopt, i kanë sikoni fort. Ka mujt kush do me të rrejti, ka mujt kush do me të sill ka doje. Do të thonë ti i kanë i dopt. Masi Allah Azza wa Jall thotë ju dha forcë. Kjo është edhe pointa që hip njëri manal, do të thonë rritet edhe kur të bëhet i ri thotë me mua s'mundet kërkush. Do të thonë Allah Azza wa Jall po ta përshkruan ajet mbas ajeti, pastaj thotë pas fuqisë apet, do të thonë ju dha dobësia edhe ti zbardhi flokët. Kira me fol te kjo pjesa e fundit të ligjëratës ka më kanë për këto që kanë dalë kimët e bardha. Do të thonë pejgamberi alayhis salam çfarë këshilla dhe nasiate ka dhënë për ato që kanë dalë kimët e bardha. Kjo është edhe për flokët dhe për mjekër. E dashur vëllezër besimtar, Islami, do të thonë si dini i Allahut Azza wa Jall i kushton shumë rëndësi të veçantë për shembull kategorisë të moshumëve. Unë do mi hik termit çdo herë, do të thonë plak, se për mua më duket, do të thonë term ofendues, edhe pse dikush nuk e sheh si ofendues. Unë kisha dashur këtë ligjëratën të mundona ta mbaj mendjen te, do të thonë, të moshumt. Allah Azza wa Jall ja u ka zgjat jetën. Elhamdullah që u ka zgjat jetën, e kena më tregu hadithe se më i miri është ai i cili u ka zgjat jetën, jo ai i cili vdes i ri. Do të thonë, kena më treguar në çfarë forme pejgamberi alayhis salam i ka thënë këto hadithe. E transmeton Enes radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam u lut ke shpesh: o Allah, kërkoj strehim te ti, do të thonë nga pafuqia për me bë mirë, se kur ti je i dobti smunesh me bë mirë, pastaj vazhdon duke thënë pejgamberi alayhis salam nga plagështia, kur lodhet, e kipa lodhet dikush edhe i bie këtë motivi nga frika edhe nga pleçnia. Do të thonë nga çdo katër pikë pejgamberi alayhis salam ka lipë, do të thonë strehim te Allah Azza wa Jall. Ndërsa Siddi është një dietar i madh i cili ka komentuar Kur'anin, thotë mosha e pleqërisë është moshë që shkakton disa probleme te njerit. Për shembull, i rivi mamen, ama më i moshumi ja nis me haru pak, rallot ka pak si mamen situatat, do thonë ka përcini kohë gjallë. Pastaj thotë janë nis me hub fuqinë, më i moshumi e hub fuqinë për punë të mira. Për shembull, jam i lodh, më dhamin kamp, më dhem trupi, s'po më ec, më dal në xhami, e kam rëhuman, i ka disa probleme që ja çon Allah Azza wa Jall si sprov, do të thonë moshën e pleqërisë. E për këtë arsye, Muhamedi alayhis salam, do të thonë ishte më i kujdesshëm, do të thonë për ato të moshumë që e rrethonin. E jo na ashtu me marr mësim edhe të moshumt, ama edhe ne që na matrit që çysh më kujdes për ato më të moshumt. E Muhamedi alayhis salam e ndërlidh, kështu që është ndërlidhje interesante. Muhamedi alayhis salam e ndërlidh ke, ai i cili kujdeset ndaj fëmijëve, ndaj grave, edhe ndaj të moshumëve, ai e nderon Allahun Azza wa Jall. Pse e nderon Allahun Azza wa Jall? Sa Allahu Azza wa Jall është ndihmën atij i cili është i dopt. Fëmia është i dopt, gruaja është i dopt. Do të thonë, më i moshumi e ka, do të thonë çështë Allahu Azza wa Jall, pjesën e dobësisë. Nëse ti kujdesesh për ata të cilat janë më të dopt, do të thonë derimi që i bën Allahu Azza wa Jall. Kur ta nderosh Allahun, Allahu nderon ty. Do të thonë kjo është reciprocitet. E Muhamedi alayhis salam i konsideronte, tash e fillojnë ligjëratën, kjo ke zyrje. Muhamedi alayhis salam i konsideronte më të moshumt si më të mirë e njerëzve, do të thonë ato të cilët jetojnë shumë gat, ama bojnë të mira. Jo plakti 80 vjet jeton 80 vjet në harabe. Do të thonë pejgamberi alayhis salam e ka pyet Ebu Bekr, se e pyet pejgamberin alayhis salam,
kush është më i miri i njerëzve. Nuk e pyet cili i ri është më i mirë, cili më shumë, jo, e pyet cili është njeri më i mirë prej njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Men tala umruhu wa hasanu amaluhu." Do të thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Ai njeri më i mirë prej juve është ai i cili ka jetu gat, shumë gat ka jetu, 70, 80, 90, 100 vjet i ka vu, ama kët 100 vjet i ka mushën me punë të mira." E pastaj e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam: "E kush është njeri më i keq prej njerëzve?" Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ai i cili e ka jetën e tij gjatë, shumë gjatë, ama kët punë të këqija, kërkon punë të mira." Me lupsu një agenti punë të mira. Do të thotë, që kjo është e pointa se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka lavdu ata haxhiler, ata të më shumë cilët vinë xhamia, ata të më shumë cilët nuk dhan pisafave, ata të më shumë që mira me punë të veta. Ajo ai më shumë që hala mendjen e ka te harami. Se thonë zemra, do të thonë njerit nuk plakët, sa do vjet mi bo. Ama spaku ti zemra jote li më kanë lidh me xhamia. Se normal në këtë aspekt i më shumë dita ditës e pret vdekjen. Dita stili mu pregadit me takimin me Allahin Azza wa Jall. E vetë xhamia ty të man vi, do të thonë që ti mu pendu te Allahi, vili fali Allahit, edhe mu pastru derisa dilsh para Allahit Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar. Ai më shumë cilit Allah Azza wa Jall ja zgat jetën. Do të thonë ne kena edhe për baballarët e tonë, nuk ka njeri që se një dënit më shumë. Për shembull, që në xhami ne kena disa më shumë se ne që janë. Ato të më shumë që janë xhamia, që kjo i bie që çaj më shumë e ka zgjedhur udhën e vet drejt xhenetit. S'munët i më shumë me pat një tjetër në xhami me ardh për të një punë tjetër. Është i më shumë, do shta i ka do rrebe, thojnë anë, do cilësi që nuk të pëlqejnë shumë, ama ai nëse vjen në xhami edhe kujdeset për namazin e vet, për punët e veta të mirat, vallai që kjo është shenjë që atë dashur Allahin edhe atë dash me punu për Allahin Azza wa Jall, edhe me fitu xhenetin e Allahit Azza wa Jall. Do të thonë, ai i cili lidhet me xhamia, për këtë arsye, nëse i je pak më i shumë, edhe nuk vjen shpesh në xhamia, valla kjo nuk ka punë mirë. Nëse je pak më i shumë, i kimriti ku në 60 e tenalt, ose 55-60 e tenalt, lidhju xhamia me mo, s'ka me dunjoja. Do të thonë, dunjoja ka përcej, lidhju tash ma të i përa i rejtit, se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, innamal a'malu bil khawatim. Qysh i ki punët e tua të fundit, këtë vjet ma herët kam i ti përmisu Allahi. Nëse ki miliona gjunaje ma herët, miliona gjunaje që nuk e di kërkuj sa gjunaje i kiti, ki vendos, për shembull, ki vendos që to vjetë e fundit që ti ka lënë Allahi, mu lidhna për xhamia, mu pendu te Allahi, se kena mi tregu edhe hadithet kur kanë shku do të më shumë e kanë vetë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe janë lidh për xhamia, edhe falin namazin, edhe bojnë dhikr, edhe i bojnë punë të mira, Allahi hatri që ti vjetëve të fundit, këtë vjet e para kam ia përmisue. Kjo është hadith, nuk është fjala imja. Është fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam që kena me dëshmu me disa transmetime këtë që e thash tash. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhi salatu wasalam thot, nuk ka njeri më të mirë sa te Allahi, sa njeri që jeton gjatë, edhe shka, edhe jepet pas tesbihut, ban tesbih. A di cilat tesbiha? 3 fjali. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mos i harroni sto. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka njeri më të mirë se çiki, që e ka jetën e gjatë, edhe që e mush non stop me çdo 3 lloj tesbihave. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Çdo njëri dini çto. Mos i harro asnjëherë. Thot sa më shpesh, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Përsëriti. Se hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam që shumë punë të mira ka me t'i bo, që ki tesbih vagën tonë të ahiretit. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam inkurajonte respekt edhe nderim ndaj të mëshumë. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasalam thot, kyç që ka lidhen, subhanallah, që kjo ka me kallëzue disa mesele tjera. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shenjë, do thonë shenjë, nishan që ti e madhron Allahin Azza wa Jall është se ti nderon të mëshumt, edhe shka i nderon ato që e memorizojnë Kur'anin. Allah i e ka lidhën të moshumin me atë që e memorizojnë Kur'anin. E për shembull, kur e komenton El Azim El Abadi, është një dietar i madh, thot fjala nderimin të moshumve i bie me nderu të moshumin, do të thonë me xhelise. Nuk është mirë për shembull me xhelisin kryet venit me ul fëmia. Hulët fëmia në kryet venit. Hulët maj moshumi, hulët hoxha, hulët hafizi, hulët dikush që ka pushtet, do të thonë, hulën njerëz më të mëdhenj. S'munat fëmia më kanë kryet venit. Do të thonë, me këtë hadith e kuptojna nëpërmjet El Azim El Abadit se për shembull pejgamberi alayhis salam ka thënë nderoje edhe hypen kryet venit. Do të thonë moshumi nuk e ka venin te dera. Si ta lish moshumin te dera ti lidhje me respektin s'ki. Lidhje me nderimin ndaj moshumit nuk ki. Pejgamberi alayhis salam pin ndërlidh dy kategori shumë të mëdha, do të thonë që i kanë mesin tonë të moshumt edhe hafizat. E taj pastaj e kuptojnë në një sen tjetër. Thot pejgamberi alayhis salam,
Kjo i bjen, këshire, te kjo pjesa e dytë, i bjen, ku ta hulsh hafizin, hoxhën, që ati hulli edhe të më shumin. Ku ta hulsh hafizin, edhe hoxhën, për që ata të më shumët e tonë dalin safin e parë. Do thonë, për çta i më shumin normal. Ai që është mas imamit, li më kanë më i ditshmi. Ama, do thonë, anën e djathtë dhe anën e majt, lip me mushën, do thonë, më të më shumë, se ato janë stubi, ato janë ajo të shëndresa, që e mojnë, do thonë, safin. A kini pa dë një xhami pa të më shumë, a kini pa? A ju ka ronë sy dë një xhami pa të më shumë. Me mitë për trit më mush xhamijat, me mitë për trit më majt xhamijat, punë e rana valla. E për këtë arsye, i rivi është motiv për me ndryshu shumë punë jashtë xhamijës. Në xhamia i do thonë ato të më shumë të e majnë ma tepër safin, edhe ato janë që dalin 5 kohë namaz. Me mitë për trit, për shembull moshën 16, 20 vjet, valla ndodh që ndoshta asnjë xhamatlizve në xhami. Për këtë arsye ka disa nderime të mëdha që Allah azza wa jalla ja ka dhënë të më shumit. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, transmeton Enesi radiallahu anhu, erdhi më shumë. Këtë çka reagu pejgamberi alayhis salatu wasalam. Erdhi më shumë te pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe kërkoi që me fol me pejgamberin alayhis salatu wasalam, ama kërkush si boni vend më ul. Do thonë erdhi më shumë, dashni me fol me pejgamberin alayhis salam, edhe kërkush si aboni një vend më ul. Për shembull, edhe kipa kur ti shmeshdis, ti shtrihesh, i hap kom, të vjen tani më shumë ti slivrit hiç. Po kjo nuk ka tërbije. Kjo nuk ka tërbije pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam kur e pa që kërkuj slivrit, më alishu venin, u drejtu dhe tha: "Nuk është prej nesh ai i cili s'ka mëshirë për të rit, edhe nuk e nderon të më shumin." E dashur vëllezër besimtar, këtu duhet të thonë me marr një sen në tjetër. Për shembull, kur e sheni të më shumë në pazar, në treg, që ka ble pazarllok diçka, shkon një moj nderoje, ka pjakesë të çat e shtëpia. Do thonë, bani një sevap çështu, sidomos tash në Ramazan, ose një sen tjetër. Nëse dikush për juve udhton me autobus, edhe ti je ult, edhe hip dikush ndaj më shumë, vallahi haram është ti mos më shumë ja lishu venin. Do thonë, respektoje në maksimum se ai nuk mundet me nejtë në kam, ti mundesh me nejtë në kam. Allah i ti ta ka dhënë fuqien, ati ja ka marrë fuqien, liroja venin. Do thonë, këto janë pikat vogla për neve. Ndoshta këto i zajna, a me hoxha, kjo diskutohet në din të Allahita. Në din të Allahit diskutohet edhe çish me him banjë dhe me dal pi banjës. Se mos nuk paskon dini Allahit ne s'kish me ditë as çish me him banjë as me dal pi banjës. Thon dini Allahit çdo detaj jetës tane e ka drejtu. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, sahabit, shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, i nderonin muslimanët më shumë. Para mendone, që këtë që kena me të regu, Omer radiallahu anhu, a kujdes për dikan shka se ka familje. Para mendone që ti mund kujdes për ata që i kena familje. Transmetohet se Omer radiallahu anhu, dhe thone transmetohet Ibn Kathiri, se Omer radiallahu anhu doli një natë. Dul një natë, Omer radiallahu anhu, ama në mes natës, edhe rrugëve të Medinës, tu hec hini me një shpi. Edhe e ka përcjell një sahabi, të nesër në sabah, thot ky sahabia, unë e shkova te ajo shtëpia, edhe e gjeta një gruje të më shume, ama edhe që s'shifke me sy. Do të thonë e verbër, çore. Edhe në moment hina mrenda, leçet çore, po edhe maftit kufizume. Ishte, do të thonë, edhe në kolicën e thojna, do të thonë Allah ju ndihmoft atyre të cilët do të thonë janë sprovum, edhe që nuk mundën me ecë me kam të veta. Edhe e pyeta thot, "Shka historia e këtij burrit Omerit që vjen ditë për ditë te ti?" A thot, "Ai është që kujdeset për mua një kohë gjatë." Para mendoje një kohë gjatë, ti s'mundesh me kujdes për nënën tane, babën tanë. Do thonë, aja kujdes për dikant që se ka jashtë familjes. Edhe në moment thot, vjen kujdeset për mu, mi largon punët e mia, mi pastron shtëpinë time, thot edhe mi largon gjubrët, mi merr plehra që i ka në shtëpi, thot, mi merr mi largon, thot më sill gjithçka që kam nevojë, edhe mi largon mundimet. Po kë ka qenë halife. Por çfarë përmend atë kinderse? Nuk përmend na unë aty se ne kishim vetë interesin tonë, se kishim na interesin e, do të thonë, këtë njerëzve të tjerë. Kur ta kishim vetë interesin tan, ki më përmendën me një kruk të vogël të familjes tane që ti. Nëse do më përmend një jashtë, ti më kanë ai çiri që ju ban dritë këtëve, ti shkrihesh ama dritë ju ki botjerëve. Do të thonë, nëse do më kanë që mu përmend, jo me ta dalë emrin që ti miri dunjas, po mu përmend edhe në mesin e melaçave, në mesin e Allahut azza wa xal, nëse do mu përmend me çën ai i cili sakrifikon për të tjerë. E këtu e kena një mësim tjetër dashur vëllezër besimtar. A e dini si na mëson neve Islami? Për shembull, ne I tregum disa ngjarje. Që tu, që këtë s'kisha dash me thonë, që këtë ligjerata ma ka me thonë. Do të thonë, elhamdulillah, të shoqëria muslimane, që kjo nuk ekziston. Do të thonë, ekziston numër shumë të vogël. Elhamdulillah që ekziston numër shumë të vogël, ama ka rritje, do të thonë, çdo vit ka rritje në këtë aspekt. Besoj që e dini se për çka dash me fol. Me pat nanën edhe babën, edhe me çun shtëpit më shumëve, në shtëpit pleçve, do të thonë, kjo është katastrofa më e madhe që mund të më ndodhen një besimtari. Vallahi, veç me të shku menja,
që me qu nënën tane ose babën tanë, ti si i ri që ki takat e punon e i martum, edhe me qu nënën tane edhe babën tanë, se gruja jote të ka knut e veshit ti, ose gruja ta ka mu shmenën sa tu na pengun nana ose baba në shpi, veç me të shkun me valla haram i madhësht. Dhe më thonë, nëna jote, baba jote, kur i ka një vogël ti, pampersat me ti ka ndru. Ty të ka rrit nëna jote, baba jote, që shqitja këti ti babës nanës. A që shtu ti që shtot Allah e Zogjel, wa bil walidejni ihsana, a që shtu ti e ki respektin taj prindva. Po vëllaj, billaj, nënën tanë e babën tanë, në shpin me maj ditë për ditë hakës së një del. E po menon me qitë nënën tanë e babën tanë, ku në shpit pleqva, te pa te vladin gjalla. Ne dina, ato që s'ka ne vlad, ka humanista që i marin për kujdesin për ato, ama te pa djalin, e vajzën gjallë, e në këtë rast sidomos djalin, edhe me shku me qu djalin me dur të veta, baban e vetë, do më thonë shpi, do më thonë të moshumve, kjo katastrofa më e madhe që mund të me ndodhë shpijen tane. Ti vëllon, kjo është një krizë që ti se ki kuptu halon mirë se shka baba nana. A këshe pa qef ti cili e qonë babën tane dhe nënën tane në shpit më shumëve, me të quë edhe ti baba jote dhe nëna jote, dhe më thonë, realisht, a këshe pa qef ti i cili e qonë babën tane dhe nënën tane në shpit më shumëve si djarë, me të quë ti nesër fmit e tu në shpit më shumëve. A këshe pa qef? Dhe më thonë, kërkuj s'kishte pa qef, zemra nanës edhe babës do menet me e vladin, deri dakikin e fundit që ja ka mundësu Allah me jetu. Për këtë arsye, nëse dikujt i ka shku në men, fshije komplet prej menve edhe haroje që ekziston shpijet më shumëve. Fshije se valla punë e rana shke mesele. Nuk po du me tregu argumente shëriatike dinit Zotit se shka ndodh me ata të cilët duke qenë mirë financiarisht, duke pat shpit, duke pat këtë kushtet e qenë babën edhe nanën. Unë s'po foli kur nana edhe baba kërkojnë naj mjeke, lip me qëndru në spitale, situata specifike edhe përjashtime. Unë po foli baba a mirë, nana a mirë, veç se ti të rejnë shpi baba, nana, edhe ti në ashta s'po mundesh me duru, po do me qunë shpit pleqve. Valla kjo është një kriz e madhe identitetit tanë edhe e islamit tanë. Për këtë arsye, pendoju ti cili i ke qu, edhe kthej në shpijen tane, e ti cili të ka shku menja, heke menën sot e 100 vjetë për qatë punë, se veç të e respektu babën edhe nanën, e tu inderu deri në momentin që ato janë gjallë, veç që shtu ti mundesh me fitu gjennetin. Dhe odon kështë ajo pika që asë kisha dash me folë ama, detyrim është, valla detyrim është. Valla detyrim ne e japna mesazhin, e kupton kush e kupton, e merr kush e merr, e realizon kush e realizon, ne para Allahut përgjithësinë e ikna. Valla ne para Allahut e ikna përgjithësinë që mos toja Allah azza wa jall, o ti i cili e patë mundsinë ju tregu njerëzve se si ju tregove. Do të për këtë arsye, Allah azza wa jall na mundsof që ti na të kujdesshëm për prindët tonë deri në momentin që Allah ju ka dhënë imër. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam i kushtonte vëmendje moshës edhe dobësisë së tyre. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasalam mas e çliroi Mekën, Mekja është çliru pa luftë, pa kurrë. Mas e çliroi Mekën, hynin Çabe. Edhe kur hynin Çabe Muhamedi alayhi salatu wasalam ju afru Ebu Bekri edhe baba i Ebu Bekrit Ebu Kuhafe. Në këtë moment pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: "O Ebu Bekr, pse ke marr babën tan? Kisha shkuar e kisha vizitu babën tan." Para mendo respekti pejgamberit alayhi salam. Në këtë moment Ebu Bekri i thot: "Ja Rasulullah, ti je ma meritor, ma shumë e meriton ti, do të thonë që të vite te ti se sa e kundërta baba em, do të thonë ma meritor i je ti që me ardh baba em te ti se sa ti me shku te baba em." E pejgamberi alayhi salatu wasalam e uli pran vetes. Para mendoni ajo sjellja e butë me matë më shumë. E uli pran vetes edhe ja vnoi dorën xhiks, si shenjë mirësie, ja pastroi xhiksin, do të thonë ja pastroi edhe i tha: "Pranoj Islamin." Sa halos ishte musliman. Baba i Ebu Bekrit. Edhe për mirësisë të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam e pranoi Islamin baba i Ebu Bekrit. E Muhamedi alayhi salatu wasalam dike me buhajgare dhe me matë më shumë. Për shembull dike me buhajgare, një hajgare që e ka çu me kaj dikan. Për shembull transmeton Hasani radhiyallahu anhu, thotë erdhi një gruaje te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam: "O i dërguari i Allahit, luta Allahin azza wa jall, Allah të mboje mu për banorëve të xhennetit." Muhamedi alayhi salatu wasalam i tha: "O i nana filonit, xheneti nuk popullohet, nuk mushet me plaka." Dhe ajo çudit, po tysh me plaka s'mushet, as me pleqi s'mushet xheneti. Dhe në këtë moment janë nisi me kajt plaka, edhe sa u largu pejgamberi alayhi salam i tha shokëve vet, tha shkoni edhe informoni se, do thonë, Allah azza wa jall thuni se në xhennet nuk është e lejuar me hy plakat më shumët. Thotë se Allah azza wa jall thotë, ne i kemi kriju ato gratë e xhennetit me një krem, me një formë të re, thotë dhe ato i kemi bëu virgjëresha, thotë dashuruara për burrat e vet. Do të thonë, ti si i më shumë, s'kemi në xhennet që këtë mosh. Do ti kemi në moshën e Isa alayhis salam, që transmetohet disa transmetime, edhe gratë kanë me hi të reja.
ti ndoshta ki vdek plaka, ma Allah azza wa jall ka me rrin gjallë me një formë tre. E kjo është një bushra, një përgëzim për ata të cilët dojnë me hyjnë xhennetin e Allahut azza wa jall. E Muhamedi alayhi salatu wasalam u jepte shpresë, që kjo është ajo që e kanë kapërcije, do të thonë këtë jetën e vet me harame. Transmetohet Amr ibn Abasa, do të thonë se shkoi një i moshuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ishte me një shkop në dorë, edhe kur mbështetesh në bastonin tan, në shkopin tan, ishte to ec, edhe i tha, oj dërgumi i Allahit, kam bërë shumë sene të këqija kur jam kanë njëri. Edhe, shka jam kanë njëri jone, gjarë për jam kanë. Edhe jam kanë ekstremi keq kur jam kanë njëri, edhe në këtë moment i thot, a kam e falë Allahi? Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot, a e dëshmon ti se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahit? A i thot, po e dëshmoj këtë, bile, dëshmoj se ti i dërgumi ti. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot, veprat e tua të këqija këtë janë fal. Do të thonë veç momenti që ti e beson Allahin azza wa jall, edhe që ti e beson pejgamberin alayhi salam, edhe që ti zbaton urdhat e Allahit, gjunat e kaluara janë fal. E me një transmetim tjetër thuhet që ky plaki, ky moshumi, mbasi dul prej këtu, ja nisi tu bërtit Allahu Akbar, Allahu Akbar. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam u jepte përparësi, do të thonë të moshumve shumë çështje. Për shembull, Muhamedi alayhi salam u jepte përparësi të moshumve me fol. Zbani rivi me fol para të moshumit. I rijeti pak nale gojën, e kupton? Goj pak këto më shumë. Mos paqin dije më shumë se ti, këto kanë praks më shumë se ti. Për shembull, transmeton Sahel ibn Hudhma dhe Rafi ibn Hadij, këto janë dy transmetues të hadithit. Abdullah ibn Sahel edhe Muhasia, do të thonë dolën bashk, edhe shkuan në Hajber. Sapo arritën Hajber në vend, do të thonë Arabinë Saudike, u ndon. Masani e kuptoi Muhasia se Abdullah ishte e vrarë. Edhe në moment e varrosi edhe unis të pejgamberi alayhis salam. Pe shkurtoj historie. Aty ndodheshin Huasia dhe Abdurrahman ibn Sahli. Edhe ky fundit Abdurrahmani ishte më i rivi. Thot edhe ja nisi me fol para krejçative shokëve të pejgamberit alayhis salam. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, ndalu më i shumë i lip me fol. Zban kur ka më të shumë i rivi, llaba. Zban i ri, mubarek, ndalu pak tjetër. Mos u mëno me kallzoti dinë iman këtu e mesele të rana ti ala 12 vjet i ke. Ala s'ki mirë mbi ligë, si ka përci mbi ligën ti do me kallzue, do të thonë mesele të mëdha dinit Allahit. E për këtë arsye thot, më i moshuari duhet flas, heshti ai dhe mbastaj ja nisën me fol ato më shumë. Muhamedi alayhi salatu wasalam, për shembull, u jep ke përparësi për me pi ose për me hang, mundesh me kuptuar hadithin dy transmetime. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se dërguari Allahut alayhi salatu wasalam thotë, kur jepni dikujt ujë, fillone me më të moshumin. Për shembull, tash në Ramazan. Në Ramazan, edhe kur ulmi në sofër, e kena dëni më të moshum aty në sofër. Zguxon ti tanjirin e parë që dia servon mi dhon fëmijës. Tanjiri i parë i vot më të moshumit e masane pak më i ri, deri te më i rivi. Nuk shkon ti me nderue më të moshumin, do të thonë më të rivin më një herë. Nderohet më i moshumi. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam thotë, kur ta nisni mi dhon dikujt ujë, jep ja më të moshumit. E pastaj, do të thonë kjo elhamdulillah kjo traditë tene që me nderut moshumin edhe mi dhon për shembull ushqim të moshumit, do të thonë kjo është e praktikuar me një mas të madhe tene. E Muhamedi alayhis salam këshirne ju jepte edhe përparësi për me fal namazin. Transmeton Ebu Mesud el-Ansariu se Muhamedi alayhis salam thoshte, ai që është më i afërt me librin e Allahut duhet me dal imam. Thot nëse nuk e keni dikan më të aftë që ti me lexu Kur'anin, thot del ai i cili është më i moshumi me hijretin, do të thonë me kohën e pejgamberit alayhis salam. Po nëse nuk ka dhe ketini të barabartë, thot lip me dal çaj më i moshumi në mesin e juve. Do të thonë më i moshumi del, nuk del më i rivi imam me prin namaz. E për këtë arsye Muhamedi alayhis salam u jepte përparësi për t'i përshëndetur. Për shembull, transmeton Ebu Huraira se Muhamedi alayhis salam thot, kujna lip mi dhon selam. Këshire këto, do të thonë te kjo kena ne pak problem. Ti më mua më thon selam, unë më don ti selam. Thot pejgamberi alayhis salam, të rit duhet mi dhon selam më të moshumve. Thot ai që është në kam, lip mi dhon atij që është ult, e masej grupi i vogël lip mi dhon grupit më të madh. Ne kuptojna pak më ndryshe këtë meselë. Ato që janë ult, ne menojna që lip mi dhon atij selam. Jo, ai që është në kam lip mi dhon selam. I moshumi, mos prit ti matrivit mi dhon selam. I rivi lip mi dhon më të moshumit. Edhe pastaj thot, ju jeni 2 shok, ato janë 5 shok. Mos pritni ato 5 shok juve mi dhon selam. Ju 2 shok jepni atij 5 selam. E pastaj kur e kanë komentuar këtë hadith pejgamberit alayhis salam, dietarët, do të thonë, dietarët e më vonshëm, dietarët aktual thonë, kur ti shtin ker, mos pritaj pijash me ta çu dorën, se ti je marr rahati. Çoja ti shka je në ker dorën atij që është jashtë. E kupton, mos pritaj të shofe, ti je po ti çoja atij dorën. Thonë kanë komentuar këtë formë dietarët e më vonshëm, do të thonë dietarët e kohës tonë. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam u lehtësonte, do të thonë vendimet më shumëve.
Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasalam e lejoi që për shkak dobësisë edhe smunjes i moshumi mos me agjëru. Për shembull, me shpagu agjërimin e vet. Për shembull, nuk mundesh me agjëru, po e pagun agjërimin tanë ti nuk agjeron. E pastaj Muhamedi alayhi salatu wasalam i udhzoi prisit e namazit, para mendo që ka hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe namazin e ka shkurtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, për çka? Për ato të më shumt. Për shembull, transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Nëse dikush prej juve udhëheq namazin me xhamat, thot mos ta zgjasë shumë, sepse pjesë e xhamatit mund të jenë doptit moshuarit dhe të smut. Thot, ndërsa faleni vetëm kur je vetë shpirtane zgjate sa të dush. Ama në xhami kur tish, mos tani se imami ta lexoje Bekarën me një recat edhe, domethënë automatikisht Ali Imranin edhe surën Nisa me lexoje recatin e dytë. Jo, sa më shkurt namazin. Po folna gjys faqe, një faqe, jo ti me lexoje 5 faqe me një recat. Për këtë arsye që mos mi mundu më të më shumë. E Muhamedi alayhi salatu wasalam u rikujtonte të më shumë ve Allahun. Për shembull, i moshuari është më i afër vdekjes. Për shembull, ai që i ka do vjet, më afër vdekjes, prandaj edhe pendimi, do thonë që me thon astaghfirullah, mi çu durt mu pendu te Allah azza wa jall, li me qenë sa më i shpesh. Për këtë arsye transmeton Ibn Kathiri, e çto kena për ato që kanë kimet bardha në krye. Transmeton Ibn Kathiri se Ibn Abbas radhiyallahu anhu thoshte, flokët e thinjura, do të thonë janë paralajmërues. Ato kanë zbar flokët, biri vetet mas. Atë kanë dalë kimet e bardha, biri vetit mas, nuk i dihet dita ditës vdekjes. Do të thonë si të dalin flokët e bardha, do të thonë automatikisht edhe mjekra e bardhë dihet se, do të thonë është një paralajmërim për Allahut azza wa jall. E Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë, njeriu i cili ka arrit 60 vjet te Allah s'mundet me gjetë justifikim, arsye. Që kjo hadith është valla pak që talun, do të thonë këtë pjesën e trunit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu i cili jeton 60 vjet, ai ki bo 60 vjet, po, s'ki mo justifikim te Allahu azza wa jall. Çka thot Ibn Hajeri për këtë fjalën, s'ka justifikim te Allahu azza wa jall? Me kuptu ma drejt, ai ki bo 60 vjet, po, ale po ta kallzoni meselën. Thot nuk ki arsye, kur shkosh te Allahu azza wa jall, mi thon o Allah, tu mkëshelon edhe pak ti jetoj që të pendon, të bënë mirë. 60 vjet i ka dhënë Allahu. Do të thonë maksimalisht Allah ta ka shti jetën, edhe të ka thonë 60 vjet i ki jetu, edhe në fund as nuk i boj mirë, as si pendu, as kur gjë, po sa dashet i 100 vjet me jetu si jeria. Do të thonë për këtë arsye nuk ka justifikim. Allahi nuk e arsyeton atë i cili më i ka mund 60 vjet. Ndoshta 3 vjet mundet më arsyetuar disa gjunoje. Ama ai i cili ka bë 60 vjet s'ka mu justifikim. E për këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wasalam i ndalonte ato të më shumë që allçni janë, vrapojnë, do të thonë, haj këtë mas parës. Thot transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë, zemra e të moshumit halon dijet e rej për dy dashnija. Dashnia e parë është dashnia për me jetu gat, s'do me dik. Edhe një që jetë mi pata, ale do me jetu, thot edhe e dyta, dashnia për pasuri. E këtu e këna një mësim. Kjo i bjese, do të thonë, zemrën tane, ti si ma i moshum, lip me kontrolu, slip me lanë zemrën tane me dash shumë parën. Slip me dash shumë pasurien, po ma shumë lip me dash xhamien, dinin e Allahut azza wa jall. E Muhamedi alayhi salatu wasalam thoshte se mëkati, edhe me këtë inshallah e përfundojna, Muhamedi alayhi salatu wasalam thoshte se mëkati, do të thonë 3 vit, nuk është i barabartë me mëkatin e të mshumit, do të thonë ai i cili ka bodo vjet. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam thëke, 3 njerëzve, Allah azza wa jall s'kam ju fol ditën e gjykimit. As s'kam i shiku. S'kam të këshyr Allahit ti i cili i ki bodo vjet. Do të thonë, çfarë çfarë transmetimi thot Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, 3 lloj njerëzve, Allahi nuk kam ju fol ditën e kiametit, as kam i këshir, e ato kanë me pat një dënim shumë të dhimbshëm. I pari kusha? Një i moshum që kryen zina. I ki bodo vjet, i e shuj moshum edhe ti nga rejnë hala mas zinajës, ti i cili nga rejnë mas zinajës edhe i ki do vjet, vallaj kime pat një dënim të dhimbshëm të Allahi, automatikisht Allahi s'ka me të këshir, edhe që kjo është dënimi që veç mos me të këshirë Allah i është dënim veti, po le dënimi i xhenemit edhe dënime tjera. Kategoria e dytë është sundimtari gënjeshtar. Për shembull, ai i cili është mbi neve dhe që na sundon, edhe çdo dytën fjalë ka rrein. Te Allah as ka me këshirë, edhe ka me pat një dënim dhimbshëm, edhe i treti është fukaraja me nemadh. Do thonë fukaraja që bëhet me nemadh. Unë e di kush jam me sen. Rreç aty, Allah azza wa jall ta kalon, do thonë varfëninë që ti merret me Allahin, se ti më pas don pasuri ti siç e mbaj kërkon. Për çfarë arsye? Mos u ban fukara me nemadh. Ban fukara i butë, i ndershëm, i sjellshëm me njerëzit. E para bakti hadithi dashur vëllezër besimtar, edhe një pikë marrna që ta kuptojna për këtë kimot e bardha, që e lan pak mongut. Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka ndalu mi hek kimot e bardha, e dini? Do thonë transmeton Amr ibn Suhejb
se Amr ibn Shuaib, se Muhamedi alayhis salatu wasalam e ka ndaluar, do të thonë dukjen e kimive, do të thonë thinjura që të ka dalë e bardha. Ajo, kështu ka thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ajo kimja e thime, do të thonë që është ajo kimja e bardhë, thot është dritë për muslimanin. Ka transmetime të shumta për, do të thonë, për këtë çështje. Thot me një transmetim tjetër, thotë nuk thihet muslimani, nuk zbardhohet muslimani, përveç se kanë pasur më të lehtë ditën e gjykimit, se i thënë Islam. Edhe e treta thot, transmeton se kimat e bardha që i kiti kanë me qenë për ti dritë ku në ditën e gjykimit. Ne elusna Allahin azza wa jall që ne të thimin Islam, edhe elusna Allahin azza wa jall që çdo kimat e bardha që mundun me na dal, Allah azza wa jall ditën e gjykimit na i boje dritë edhe për urën e siratit, edhe për ditën e gjykimit. Edhe me këtë elus Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall na mundsojë që t'jena të respektojmë me të moshumit e ton, elusna Allahin azza wa jall që Allah azza wa jall nëse na mundson me arrit pleqnien na respektojnë më trit, e nëse ju e keni arrit, do të thonë pleqërinë, e lusna Allahin azza wa jall që trit ton t'i bëjë më të respektueshëm me të moshum ton, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.